Do të vazhdojmë të flasim për dyshimet dhe hetimet që po udhëhiqen nga prokuroritë rajonale lidhur me manipulimin e votave, por edhe vendimin e fundit të BZAP-it dhe vendimin e KQZ-s i cili shkaktoi reagime ndërkombëtare sa i përket listës serbe me avokatin dhe ish-gjyqtarin e BZAP-s, avokatin Hasan Shale. Atëherë, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Atëherë, avokat, do doja fillimisht ta nisja këtë diskutim me hetimet e prokurorive rajonale që po udhëhiqin për hetimin e manipulimit të votave. Si po sheh hetimet, numrin e personave të komisionerëve, ka një numër të madh komisionerëve që po hetohen, ka shumë persona që ka kërkesa për para burgim për tyre. Si po shihni hetimet që po udhëhiqen? Fillimisht dua të njoftoj që unë kam qenë edhe antar i BZAP-s 2 mandate edhe përse kjo çështja e keqpërdorime apo manipulime, apo më së thonë vjedhjeve të vota brenda partisë, ka qenë kjo është dukuni, nuk ka qenë kjo hera parë që po ndodh. Kemi pas shumë informacionat edhe si antar i BZAP-it që individ na kanë ardhur në janë anku. Mirë, por nuk e kanë pas guximin të zhvillojnë procedura për me mujt me hetu këtë çështje dhe për këtë arsye. Kujt i ka munguar guximi? Kush është dashur ta hetojë? Kandidatëve. Edhe ju ka konvenuar dhe partive politike kjo hajni brenda partisë. Nga se prej 2010-s deri sot nuk ka më atë keq manipulim apo hajni mes partive. Krejt hajnit tani tut janë bu vetëm brenda partisë, brenda kandidatëve të një partije. Kështu që mendoj edhe me prokuroria tash më mirë vonë se kur, shumë mirë që i kanë marrë këtë iniciativë që edhe një herë edhe kjo të zbardhet dhe se të jepet fund që vota qytetarë shkon në vendin ku duhet, ku ka i ka menu me dhonë që është mas mirë, nga se vota është e shajtë dhe duhet mbrohet me çdo gjë. Sa e përket prokurorisë, konsideroj se prokuroria duhet ta kryejë punën e vet, ashtu siç e pash ligji, nga se këtu çështjet janë pak më edhe më të thjeshtuara sa i përket përcaktimit se kemi pas një keqpërdorim apo manipulim vote. Tash ndërlidhja e tyre se sa persona janë ndërlidhur, ato hetimet do të tregojnë se kush sa ka qenë i involvuar në këto probleme. Pak më ka pak si keq çështja ku kemi të bëjmë prezant kur kryeprokurori ose prokurori Rasit dha urdhën që të ndalohen 120 persona të nestit apo të masnestit atë vetëm për 20 propozoj. Prandaj duhet me pas kujdes që suson askush i pafajshëm të ndalohet as një orë lërë mo të bëjnë natë një burg se u bo probleme dhe ku me i vendos ata 120 për njerë. Andaj duhet me pas kujdes se këtu nuk mund me hub gjurëmt, këtu e në gjurëmt të përcaktuar njajt, vetëm duhet të vlerësohet a është një gabim teknik apo është gabim i qëllimshëm. Gjitha gjurëmt janë aty. Po, isheni masat kërkesat për para burgim përputhen me peshën e veprës penale dhe me dyshimet, sepse ka pasur disa kërkesa që prokurori ndarazi kanë bërë, disa të tjera prokurori po vendosin që personat shkojnë në procedurë të rregullt. E shihni që janë në përputhje me peshën e veprës penale këto kërkesat për caktimin e masës së para burgimit apo jo? Po, pesha e veprës penale është zakonisht e rënë për shkak se bën pjesë në kapitullin e veprave penale që mbrohet të sigurohet vota e qytetarit ku për këtë veprë penale parashihet dënimi prej 3 deri 5 vjet, minimumi 3 vjet deri në 5 vjet dënimi me bu për ata persona që kanë shkel këtë ligj. Andaj mendoj po ku janë sigur dhe dyshimi i bazuar, pse jo, po të caktohet para burgimi edhe ndaj aty të vazhdohet derisa të përfundojnë hetimin tërësi. Mirë, po këtu është shumë thjesht për shkak se çdo gjë është e qartë. Shihen, nxjerrën certifikat ato proces verbalit të komisionerëve, numërimi edhe mundet tash me ndërhyj askush në ato prova. Prandaj duhet me pas kujdes vetëm se më gabu policia hetimore me prokurorin, që mos më marrë njerëzit e pafajshëm. Ata që janë të involvuar në këtë problem duhet të japin përgjegjësi penale. Po, dhe me që avokat janë mira votat manipuluara, a mund kemi një hetim të mirëfillt, a pritet që ndoshta hetimi pastaj të mbosmetet vetëm në nivel të komisionerëve dhe zyrtarëve që kanë qenë të përfshirë, po të shkoj tutje edhe të hetimi kandidatë për shkak se përmendet që kjo nuk është hera e parë, ka ndodhur edhe zgjedhjet kaluara, por ndoshta kjo është iniciativa e parë më nëse mund të themi më serioze për të hetuar këto raste. Mirë po, unë jam i sigurt se KQZ edhe përpara ka qenë domosdoshmë ne informuam lidhur me këto shkelje, po kanë qenë më shumë pak nuk mundem me thonë për shkak se këto çështje se nuk është bërë bohetime. Prandaj pse ka pas raste, po, ka pas. Jam i sigurt për shkak se vetë personalisht kanë ardhur kandidatë dhe janë anku për këtë çështje. Kur i thëshë kandidat, mirë, bëni ankesën e BZAP dhe ne do ta bëjmë hetimin. Po dhe disa herë kemi bëu hetime, po kemi bëu për vetëm një vend votim ose një qendër votimit, më shumë jo. E këtu tash në nivel krejt Kosovë, prandaj këtu do dalin gjithë ato. Mirë, po besoj se sikur në Prizren dhe në
Po dhe jepë më duket, nuk ka me ndodhë. Ka shumë këtu, në vërtet tu ka qenë manipulim masovik. Edhe si duket, për shembull sa vend votime kanë qenë Prizren, atje vetëm një vend votim ka qenë i paprekur, gjitha kanë qenë. Prandaj këtu është këta që qenë grupi i organizuar, të gjitha partive. Konsideroni që dhe partit vetë që ndrojnë prapa këti manipulimi sidomos në Prizren, partit politike? Ishtë dashtë se për shkak se këtu mund e ka mendimi se këtu ka qenë grupi i organizuar. Pra në mund të thomë se ka pas gabime teknike, apo në një gabim i thjerë që ka pek një person, një pull, ose diçka në kompjuter dhe ka lujtë rëmirë, po këtu po shkjetë kjarë se këtu kemi të bëjmë manipulim vota me mija. Po, dhe prisnë që dhe kandidatët për deputet mund ketë edhe këtë akuzë ndaj tyre për manipulim, sa i vështirë është zbulimi këtyre marrëveshjeve? Shumë është vështirë zbulimi tyre, për shkak se tash nëse komisionerë, këta që janë të zonë të paraburgosur, do të pashpunojnë me prokurorinë. Dhe do të thonë që po, ose kemi pas, ka qenë involuar filan deputeti o filan lidhja, atër sigurisht që do zhvillohet hetimet edhe ndaj tyre, po bukur vështirë është që me vërtetu këtë fakt prokuroria, nga se këta janë manipulus mësum edhe nuk vetëm dhe këtu do të kalojnë ma larë, nuk do të këshuajnë për inshallah, po shpresoj që do të kalojë gjithmonë dhe marrë përgjegjësinë gjithë ata që janë të involvuar këtë. Dhe avokati gjithë ky numër i madh i votave të manipuluara, sidomos në Prizren, është pak e çuditshme që përkundër numrit të madh prokurorëve që ishin të angazhuar ditën e zgjedhjeve dhe më pas edhe ditëve tjera nuk morën informacione dhe sinjale që të paktën të arrestonin dikën në flagrancë për gjithë këtë manipulim të votave. Ja, është shumë problem, për shkak se në policia, as hetusia dhe prokuroria nuk ndërhyjnë derisa nuk kanë informatë nga KQZ-ja. Se KQZ-ja, sipas kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet të përgjithshme, ajo i organizon dhe i mbikëqyr. Këtu vetëm sinjalin ndoshta e jep KQZ-ja, e KQZ-ja nuk ka mujt me dhona ato derisa nuk kanë përfundu numërimi i votave. Prandaj kanë shumë problem me nxorr flagrant. Po, ndërkohë, avokat, dua që pyes edhe për vendimin e fundit të PZAP-s, e cila vendosi gjatë listës serbet janë rezultatin dhe tha që KQZ-ja kishte vendosur në mënyrë të kundërlishme, në kundërshtim me ligjet në fuqi duke mos janë njohur rezultatin. Si e shihni vendimin e fundit të KQZ-s dhe reagimet e mëdha ndërkombëtare pati kritika për këtë vendim të KQZ-s? KQZ-ja është institucion i pavarur i themeluar me kushtetutë. Edhe ai përfaqësohet, kryesia KQZ përfaqësohet nga partitë politike. Mirë, nga momenti kur dekretohet tani nga presidenti apo presidenti, ata nuk përfaqësohen për partitë politike. Ata duhet zbatojnë ligjin dhe kushtetutën, edhe gjitha rregullorët të cilat janë kuadër KQZ-s. Mirë, në fakt është një fatkeqësi e madhe se KQZ-ja tani për tani është politizuar dhe se për këtë çështje këta dy kandidatë VV-s, këta ma shumë janë ka me marrin qëndrime politike se sa të marrin qëndrime ligjore këtu. Por rasti është se kjo nuk është hera parë, treta, katër herë, sepse këta në mënyrë të njanshme pa argumentuar votojnë një gjë që është e pamundur. Shqoni me ligje dhe me kushtetut ne jo kemi dhënë drejt në komunitetin serb. Andaj nuk mundet kërkush me ja ndalu pa argumente, pa prova. Nëse që ta kandidat, ta shpej jepi spjegimin si shkohet drejta, nëse që ta kandidat kanë kalu në për filtrin e Ministrisë Punëve të Brendshme, kanë kalu Këshillin Prokurorial, kanë kalu edhe Këshillin Gjyqësor, domethënë 3 institucione që janë më të besueshme të pavarura në Kosovës. Dhe raportet e tyre i ka vlerësu, është një departament kuadër KQZ-s. I ka edhe ka dhënë propozim kryesisë që të miratohet, se nuk kanë pas vërejt të këto institucionin për kandidat. Mirë, po këta patriota, këta 2 patriotat e VV-s, këta apete bujnë njëti problem, edhe hajni flakaresh nga ndërkombëtar partitë politike, se ata 2 jo, prandaj, unë po mendoj, nëse nuk është, nuk përfaqëson interesin e partisë politike që është pushtet tani, VV-s, ata ishtë dashmi marrë në përgjithësi presidente, se nuk mundet me komprimitu KQZ ose me imazhin e KQZ se vërtet një kohë gjatë ka pas një punë e madhe që u bën nga ndërkombëtarët edhe nga vendorët për me pas një institucion të pavarur që udhëheq dhe organizon zgjedhje siç është KQZ-ja. Mirë, po vërtet në këtë mënyrë pe ja ulim imazhin edhe pe vlerëson gabimisht thellë vetë që i kanë dhënë vërejtjet edhe këtu ambasada apo institucione tjera ndërkombëtare se vërtet është pa logjikshme qysh po bën një kërkesë dhe po voton diçka që
Më njerë në shkallë parë pëzapë e ata shi. Shpritu një vendimi t'il nga nga pëzapës, apo jo, në këtë formë? Sigurisht, unë e kam po më njerë si e kanë bo, ato kam po si po se kjo i njëjta që kanë dollë para 5-6 muje, kur i kam pos si zjedhet lokale, ashtu zjedhet qëndrore. Kështu që vetë ju këta jënë komprimitum këta dy dëvëvës. Megjithatë ka edhe kandidat edhe antar tjetë KQZ-s që po abstenojnë, sepse po të votonin ndoshta. Shumë mirë the, tani tash vjen përgjegjësia edhe këtyre antarëve tjerë. Për shkak se ata nuk po guzojnë, po më duket se nuk po guzojnë që me kundërshtu propozimi, se një propozim i tillë ishte i kundërligjshëm. Prandaj këto parti tjera nuk po guzojnë, po abstenojnë, kështu që edhe ata pe fitojnë këtë rastin KQZ sa për këtë votës. Prandaj edhe këtu duhet të merren përgjegjësi edhe këta të opozitës, të them ashtu kushtimisht, edhe të merren pse abstenojnë kur dashnë me votu. Prandaj, përveç përgjegjësinë e madhe e kanë këta dëvës, kanë përgjegjësi edhe këta kandidat tjerë, këta antarë të kryesisë të partive tjera. Po, dhe avokat përveç këtij rastit fundit dhe rasteve tjera, sidomos që kemi parë në KQZ me listën serbe, probleme që kanë dalë me listën serbe, a mund të largohet përmes këtyre reformave që kemi parë deri më tani nga skena politike lista serbe dhe kandidatë e saj? Për shkak se sidomos partia në pushtet gjatë gjithkohës insiston që përfaqësuesit e kësaj partie nuk meritojnë mandate, nuk meritojnë pozita para atë se çfarë përfaqësojnë, çfarë përfaqësojnë deputetë e kësaj partie. Jo, mendoj ju, për shkak se për me mujt me përjashtu një parti politike, ose një organizat, komunitetit, pakica, shumica, po edhe parti tjera shqiptare, që janë du të posë prova dhe argumente nga institucionet shtetërore. Vetë dhe për mduket kryeministri e pranoj si është për listën serbe, është antare e kuvendit Kosovës, këta kanë fitu votën qytetarëve të komunitetit serb. Ne kemi dhënë të drejtën kushtetuese atyre. Prandaj e thash edhe pare, mohimi i të drejtave, cilën ne kemi garantuar për pakica, nuk bën t'i mohohet. Në asnjë mënyrë përpara, nëse kemi prova të mjaftueshme, për shembull nëse prokuroria kish me nxjerr prova, ose policia, ose qeveria, me thonë që kjo parti politike është terroristë, krejt ato, po KQZ-ja nuk e ka atë kompetencë pa pas një argument fort për me mujt me përjashtu nga zgjedhjet. A ka mekanizma ligjor të cilët deri më tani nuk janë shfrytzuar, e ka pasur mundësi të shfrytëzohen për dëshmuar që... Për shembull kemi pasur rastin Banjska. Rastin Banjska asnjë provë nuk është vërtetuar, as nuk është përveç se ky Radojqiqi ka qenë në kryetari i partisë serbe. S'kemi pas asë një provë si partia është involvuar në këtë rast. Edhe pse dim si nasha shumica e këtyre terroristëve kanë qenë antarë tyre, kanë qenë. Se kemi ditë se këta i fitojnë 99% sa po i fitojnë votat serbe. Po, si duhet dëshmo që një parti që ndronë? Atër duhet mu vërtetu me bohetime të mëdha, përveç që të angazhohen hetus policor, prokuria, OKI-ja, e të mbledhin provat mjaftueshme edhe atë të shpallët, ose nga gjykata, ose nga qeveria, shpallët si organizat terroriste. E atëherë KQZ-ja më një herë përjashton. Më një herë merr vendim dhe ka pasur. E kështu, kum po herën e parë ky veves Samia. Samia e kishur një telefon dhe thëke që pa në shkohat, ashtu si jemi në primitivizëm, du të prova sakta, relevante që vërtetojnë këtë fakt, që e punë shumë serioze është. Prandaj, duhet me pas kujdes që mos kompromitohem me ato drejta që ne, se shëqoni, edhe në Rambujër, e kemi fituar ambient të javë siguru e të drejta të pakicave. E kemi fitu Vjenën, ja kemi siguru pakicave drejta, kemi garantu, e kemi shpallë pavarësinë. Edhe në kanë njohë 116 shtete se kemi qenë garant për mbrojtjen e komunitetit pakicë, si serbe, po edhe ty komunitetit tjera. Është fakt nator se me kushtetutë dhe me ligje relevante që zbatohen në Kosovë, këto pakica kanë mas shumë të drejta në Evropë. Mirë, po tani, ne kemi dhënë provimin për ligjërisht, po tani duhet të jepim provimin edhe në kompetencë, batem këtyre ligjeve. E jo të shkelim vetë në ato ligje apo kushtetutën cilë e kemi garantu na për mja u njoftë të drejta komunitetet. Dhe a konsideron që janë sfiduar gjyqtarët e BZAP-s me këtë rastet që janë dërguar për listën serbe apo bazën ligjore kanë pas shumë të sharë për të vendosur? Asë që kom dyshuar në ditën e parë, kom thonë këta janë profesionistë, këtyre nuk i ndërson qëndrimi politik. Këta janë të obligum edhe ashtu veprojnë dhe ata zbatojnë ligjin.
Kanë mizratu. Këtu ligji është cenu me vendim të KQS-s. Për këtë arsye asë që kom dyshu, asë që dyshoj edhe tani kur shkon se tash kanë drejt me ushtru ankesë. Në Gjykatën Supreme. Në Gjykatën Supreme. Por asë që dyshoj se dispozitat të kjarta kanë kalu që ta kandidat në për 4 filtra. E nuk mundët Sami Kurteshi që e patë ky, me thonë jo këta e në terroristë se kanë kalu këta. Këta nuk jenë dënum, këta në asë një provë nuk është të vërtetume nga ona asë e polici, Ministri Fundëve, asë prokurorisë, asë Këshillit Gjyqësor që i kanë mekanizma që i vërtetojnë të fakte nuk u vërtetu. Pra ndaj pa provativë, se sikur të kish pas një person, për shembull, një kandidat që ka fitu votat, vetëm një dënim, si që pashe ligji këta më njëherë dhe kish përjashtu, pse jo? Po, kjo është njëri prej kritereve, duhet ketë një dënim, i plotfuqishëm, i formës së plotfuqishme apo se? Po, i dënum me formës prerë, kjo. Po, dhe tani gjitha këto zhvillimet brenda KQZ-s, çka tregojnë, a është dëmtuar nëse mund të themi imazhi KQZ-s, sepse edhe BE-ja tha që KQZ-ja duhet të depolitizohet, po minohet që BE-ja tha që po minohet partneriteti. Unë e thash pare, me kushtetut këta jenë apolitik, jenë të pavarë me kushtetut, dhe jenë themelu me kushtetut, se PSA-pe është themelu me ligjë, gjësa. KQZ-ja është themelu me kushtetut. Kjo institucion i pavarë që i themelu me kushtetut, të ma onë, këtu është shumë probleme ndikukush, mirë për në këtë fakt. Po shohim se këta 2 kandidat të VV-s po i paraqesin qëndrimet politike. E aty nuk janë ata për me i parashtu qëndrimet politike, po aty janë për me zbatu ligjin. E sikur të kish pas ndonjë individ, apo gjithë antarët, që janë kriminalizuar me vepra penale, nuk sikur që këta nuk e kishën bënirë, e kishën eliminu. Kur kush me se me eliminu, është një dhomë shumë profesionale në kuadrë KQZ-s. Departament është i cili i përthela raportet për mështë janë kriminalizum kandidat. Ata e shumë profesionat, ata asë janë të politizum. Ata kanë thonë propozimin që mu miratu, mu shpallë. Po mirë po këta 2 dullën edhe ma keqë atër edhe këta të opozicië, edhe këta abstenunë edhe shë kalej vendimi. Po, dhe sa i përket gjyqtarëve të PZA-pos avokat, deri më tani asë radhëm duket vetëm një rast ka qenë sa i përket manipulimit të votave dhe dyshimit mes kandidatëve që është adresuar në PZA-po. A konsideron që ishin vetëm prokurorit ato të cilat nisën hetimet për manipulimin e votave dhe nuk u adresua, çështja nuk mund të adresuar nga ana e PZA-pos edhe për shkak të hezitimit që e përmendet më herët nga ana e kandidatëve për hetuar këto vepra penale? Që jo, ligjërisht PZA-po kur konstaton dhe vërteton me vendim e njofton edhe prokurorin. Ka pra kemi njëftu. Mje po këto rase nuk kemi pas. Ne kemi pas për shkakun një vend votim para sa vjetë atër, edhe ai rast nuk ka cenu kur farë procesin. Kështu që ne kemi konstatu se ka ndodhë manipulimi vota, mirë po, masa s'ka pas se nuk e ka cenu procesin. E gjithë gjë që nuk e... Edhe tash edhe që ky manipulim që u bo, që ky hajni që u bo, nuk e ka cenu procesin që dhe orë. Për shkak se orë i paru, vota ka shku aty ku ka dash qytetari. Vetëm atëherë kur nuk shkon vota dhe nuk mundet më riparu që ai cenimi i procesit, atëherë mundet më shku në sjetet e reja. Përndryshe këtu riparu që ato vota që kanë shku, kanë qenë të qytetarit, të një kandidat ato kanë shku dhe jenë më aty. Mirë, për më përgjësi, për më duke vishë një deputet për më duke e ka hupë. Mandatin deri më tani, po. Deri më tani. Po, dhe çka do duhet ndodhte me këta komisione në rast se ngritet ata akuzë dhe do të ketë vendime të tyra? A do mund ta ushtronin më pozitën brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ose të kontraktoheshin nga institucione publike në të ardhmen persona të tillë? Ajo është shumë e paraparë dhe me ligjin për zgjedhje është edhe me kodin penal e përcaktuar se këta nuk mund të ushtrohen 5 vjet. As i detyrë. Prandaj kjo thjesht ata përfundon karrierën aty në edhe mbasi të kalon ky afat. Ka përfundon karrierën, nuk uzon kush me ia dhon besimin atij personit që do gjetë në keq përdorim apo në hajni apo të vjedhje të votave. Këta kanë përfunduar karrierën në sa i përket komisionerëve të cilët do të dënohen ose çdo kush që dënohet manipulim votave ose se janë edhe disa vepra tjera si person fizik, ata përfundon karrierën aty në sa i përket marrën pjesën e për komisione. Megjithatë avokat çka kanë treguar vendimet e gjykatave, a kanë qenë të kënaqshme për këto vepra penale duke adresuar ndoshta duke quar mesazhin që një manipulim i tillë nuk lejohet dhe ndoshta duke vënë në dyshim nëse do duhet të ndodhte në të ardhmen? Jo, këtu tash unë besoj që kanë me marrë dënimin e merituar që janë në zonë që kanë shkel ligjin edhe kanë ndesh me kodin penal dhe do dënuar me dënim merituar. Dhe se tani tutje kanë me pas tjerë me menu bukur mirë sikur përpara, se edhe përpara kanë vjedhë partit, ndër veti kanë vjedhë vota.
Kur e denun 2010 dhe 2013 më duket që kanë zhvilluar ato denime, kur e denun mos pëndodhin ato hajni. Ishin dikon mbi 1000 persona, po jo që kishte... Po që po denun gjykata, dikon e ka denun me kur, dikon me 6 muaj me Denimburg, dikon, kështu që po, ju kanë dalu marrja pjesën për komisionet dhe këtu, edhe tash, me njerë si të vrejnë që po denohen. Unë besoj që nuk kanë mendohë to, por gjithmonë duhet me mos përgjithësin KQZ-a, se për shkak se KQZ është ajo e cila vendosë më duket një rast kishtë një denume dhe kishtë saktu komisioner. Do më hanë aty ka përgjithësin KQZ-a, se KQZ-a i emnon në komisionerët. Prandaj duhet me pas kujdes edhe KQZ-a, kanë pe emnon. Me u marë si vina për dosin e tyne për shamë. Në naj keqëbërës, jo në naj person që ka rënë desh me ligjin edhe me marë me caktu një komisioner për zjedhjeve. Po, atër avokati, falemderit që ishë sot të bënej. Më ndërqofshi. Falemderit që. Dhe tani është bloku i lajmeve ndërkombëtare.